banor të rjollit. Pra këtu ne shohim se diçka fshihet. Ju siguroj që shpejti dokumentacioni do dali rregullt, populli i rjollit e ka treguar sepse ata janë në krye në të drejtën e tyre dhe gjithë burrat që kur t'i fushin burg në rjoll janë betuar, edhe fëmijët dhe gratë të dalin dhe do të pengojnë punimet. Toka është e banorëve të rjollit, do ta gëzojnë ata dhe askush tjetër të mos mendoj se mund ta gëzojë tokën e tyre. Kur thoni diçka fshihet, çka nën kuptoni? Fshihen politikantë e dy krahëve dhe ta kenë për turp deputet të Shkodrës, të dy forcave politike. Asnjëri deputet, as nga PD-ja, as nga PS-ja, nuk shkojnë për t'i sqaruar dhe për të mbështetur popullin e banorëve të rjollit. Kanë marrë votat. Po vjen pushteti lokal tani. Partia Demokratike do të turret në Velipoj, sepse është bastion i Partisë Demokratike për të marrë votat. Do kërkojnë votat. Me çfarë fytyre mund të ketë për të shkuar për të kërkuar votat e pushtetit lokal në zgjedhjet e qershorit vitit që shkon. Dhe asnjë deputet i PD-s nuk shkon. A shkojnë se kanë frikë, a nuk shkojnë pa urdhër, a nuk shkojnë se kanë interesa, kjo ngelet për të pa. Nuk doni ta shtjelloni më tej detajet se kush ka interesa dhe si. Do ta nëni së shpejti do ta merri vesh se kush fshihet pas kësaj afere. Kaxhi? Po, sinqerisht, unë e shoh shqetësuese situatën, me thënë drejtën, duke ditur dhe drejtën zakonore të asaj zone. Tani, Frani mos di dhe duhet të di me se s'bën diçka më shumë nga unë Vika Berati dhe më njoh drejtën zakonore të vendit tim, ose të atyre rrethinave përreth Beratit. Fakti është që Frani me të drejtë thot, mbase i kanë parë dokumentat, dhe thot që është tokë e tyre, e vërtetuar me dokumentacion përkatës. Gjithsesi, kemi parë që kolegët tanët kanë marrë iniciativa të karakterit denoncues aty dhe iniciativa të karakterit gjyqësor kanë dërguar pranë gjykatave kompetente këto, të themi, ato që janë veprimet e kundralishme të paktën të thëna nga ata, të investitorit ose të policisë private ose të policisë shtetit. Unë kam parë, paktën nga sa media ka transmetuar, kam parë që ka pasur përplasje edhe fizike, edhe të rënda fizike, qoftë edhe me policinë private, po qoftë edhe me policinë e shtetit. Dhe kam parë policinë e shtetit deri diku do të kalojë ato që janë kompetencat e veta. Po pse duhet që policia private të ketë një rezistencë të tillë, ndoshta këtë kam të paqartë, në një situatë të tillë vetë kompania i paguon për të patur marrëvajtje të procesit, pa është e lejueshme kjo që të përplasen dhe dhunojnë banorët nga krau tjetër? Aty është një fill shumë i holl, ai që ndan të themi ligjshmërinë nga kundraligjshmëria. Pra, në Shqipëri kemi shumë polici private, të cilat abuzojnë me ato që është ligji për veprimtarinë e policisë private. Ruajtja e sigurisë fizike, thot, et objekteve. Në këtë rast flitet për një tokë të tretëve, që pretendohet se po realizohet një vepër nga një person tjetër, i cili në mbështetje të qëllimeve të veta tregtare ka marrë një polici private. Nga sa kam parë, thash, jo vetëm policia e shtetit ka të i kaluar atë që është balancimi i ushtrimit forcës në ngjarjen, po dhe vetë policia private ka treguar se janë dhe gjysmë të maskuar dhe aty duhet të identifikuar personat. Siç duhet të jetë polici i shtetit me numër përkatës identifikimi që të identifikohet se kush është, cili është, ashtu duhet të jetë dhe polici privat me numër identifikimi ose me emër përkatës. Pavarësisht se mund të shkruaj një apo një emër tjetër. Fakti është që unë mendoj që në këtë zonë mund të shkojë dhe në përshkallëzim e sipër. Çfarë do thotë? Do thotë që mund të kemi dhe përplasje të karakterit themi më të rëndë se ajo që kemi parë deri në këtë moment. Mund të ketë dhe paktën nga sa shoh intensifikimi i situatës dhe shoh që shumë antar që pretendojnë që janë pronar të asaj zone kanë ardhur dhe nga emigrimi për të mbështetur protestën. Sigurisht i intereson dhe është në drejtën e tyre. Patjetër që po, janë në drejtën e tyre nëse verifikojnë që fakti që janë pronar të asaj pjesë të zonës, kështu që normalisht është drejtë e tyre. Nëse më lejon, unë do të falenderoj historianin Romeo Gurakuqi, ish deputeti i Partisë Demokratike dhe profesor i Universitetit Luiz Gurakuqi në Shkodër, i cili ka nxjerrë me fakte dhe dokumenta historike përpara 135 vitesh që janë banor autokton të rjollit
në tokat e tyre dhe në pronat e tyre.